Në vitin e ardhshëm, Bashkia e Kukës e pritet të nisë punimet për zhvillimin e lagjes së re të qytetit, një investim i financuar tërësisht me fondet e veta në vlerë prej 210 milion lekësh të rinj. Sipas kryetarit të bashkisë, Albert Halile, ky projekt konsiderohet një ndër hyrjet më të rëndësishme urbane të vitit, që vjen pasi synon përmirësimin e infrastrukturës dhe krijimin e hapësirave më funksionale për banorët. Ndër projektet kryesore të vitit të ardhshëm, ai veçoi ndërtimin e tregut të ri agro-ushqimor, një hapësirë e shumëpritur që pritet të rrisë standardet e shitjes dhe të krijojë kushte më të mira si për tregtarët ashtu edhe për konsumatorët. Unë e shoh si emergjencë për vitin që vjen, që lagja e re të ndërhyjet komplet me asfalt, me ndriçim dhe trotuare. Pjesa nga rrotullimit tek ndërtoria e kufirit deri tek karburanti plumgashit, pjesa domethënë sipër, trotuaret për shkak banorëve dhe në janar kam biseduar me ministrin për ndërhyrë në një aplikim për tregun e frutaperimeve që është në gjendje skandaloze. Kam bërë projektin dhe besoj do të financohet nga Ministria e Bujqësisë, tregu tek pazari do bëhet model. Përveç investimeve publike, interes ka edhe nga sektori privat. Ndërhyrje parashikohen për rrugën e Shikajve, një aks i rëndësishëm për lëvizjen lokale, për të cilën biznesmeni Kadri Morina ka shprehur gatishmërinë për të kontribuar në ndërtimin e saj. Kurse për rrugën Shikaj, është e vërtetë që biznesmeni zoti Kadri Morina don ta bëjë vetë si donacion, por jemi në fazën e përpëlimit të dokumentave, pasi për të aplikuar për leje ndërtimi duhet që rruga duhet të ketë dokument pronësie dhe po gjejmë në arkiva VKM-n, të cilat janë kaluar nga ish komunat në bashkinë në vitin 2015 edhe për gjetë dokumentat e pronësisë të kësaj rruge. Në moment që të aplikohet domethënë gjendet kjo, ne vazhdojmë puna në ndërtimin e rrugës. Me këto projekte, Bashkia e Kukës synon që gjatë vitit të ardhshëm të avancojë me ritme më të shpejta në përmirësimin e infrastrukturës urbane, duke krijuar kushte më të mira jetese dhe duke gjallëruar zhvillimin ekonomik të zonës.